Ky pallat me 9 kate mbi tokë dhe një kat parkim nën tokë në zonën e plazhit te rrota e kuqe në Durrës përflitet se është i Mirela Kumbaros, bërë dhuratë nga një trafikant me biznes ndërtimi. Ashtu si qeveritarët marrin miliona euro dhe pasurinë në mënyrë të paligjshme si shpërblim për favore me leje ndërtimi dhe toka publike për pallate, kulla e resorte, edhe për këtë pallat thuhet se i është bërë dhuratë ministres Mirela Kumbaro në plazhin e Durrësit. Leja për këtë pallat i është dhënë kompanisë Bega 07 të trafikantit Arben Muçobega dhe AKM Group në pronësi të djalit të tij, Kristi Muçobega dhe Nipit Armand Muçobega, të futur në grupin e ndërtuesve të favorizuar me ndikimin e kumbarës së tyre Mirela Kumbaro. Këtë e vërteton vendimi numër 53 datë 2 prill 2024 për ndërtimin e një objekti 9 kate mbi tokë dhe një kat nën tokë në rrugën Pavarësia Durrës, i firmosur nga Edi Rama dhe ministra Mirela Kumbaro. Jap se quhet Pallati i Mirelës. Me që kjo leje ndërtimi u dha jashtë planit rregullues të zonës së plazhit në Durrës dhe në kundërshtim me përcaktime turistike, mjedisore dhe arkeologjike, Agjencia e Zhvillimit të Territorit nuk e firmosi deri më 31 tetor 2024. Ishte ndikimi i Mirela Kumbaros te kryeministri Edi Rama dhe përgatitja e dokumentacionit urbanistik, mjedisor dhe arkeologjik të falsifikuar dhe në shkeljet ligjit që i hapi rrugën ndërtimit të pallatit në zonën rrota e kuqe të plazhit Durrës. Pikërisht për këtë arsye, objekti quhet Pallati i Mirela Kumbaros. Ndoshta nuk është e vërtet, por është fakt se me ndikimin e bablokut dhe me dokumentet firmosura nga Mirela Kumbaro, kompania Bega 07 e trafikantit Arben Muçobega vetëm brenda vitit 2024 ka marrë disa leje ndërtimi në Imar, Durrës dhe Tiranë mbi toka shtetërore të dhëna falas. Ky informacion përbën indicie për hetim nga SPAK për të verifikuar nëse pallati është bërë dhuratë Mirela Kumbaros nga trafikanti Arben Muçobega si shpërblim për favorizimin me leje ndërtimi dhe toka publike. Sepse emri Mirela Kumbaros ka dalë në disa dosje të tjera të SPAK-ut, konkretisht për aferën e pikës së vogël të tokës brenda parkut të Butrintit dhe në oligarkut Hidayet Ismailaj për kompleks vilash e pallatesh. Në lejen dhënë kompanisë së Sallameris Hako për qebaptore në qendër të Butrintit, në dosjen e Ilir Beqas për vjedhjen e fondeve të BE-s dhe në shumë afera të tjera. Leje ndërtimi dhe toka që ka marrë Arben Muçobega, firmosura edhe nga Mirela Kumbaro. Vetëm gjatë vitit 2024 në favor të kompanisë Bega 07 të trafikantit Arben Muçobega, ministra Kumbaro ka sekserizuar dhe firmosur 5 leje ndërtimi për resorte, pallate e kulla. Leje numër 34 datë 2 prill 2024 për resort 1 deri 5 kate mbi tokë dhe 2 kate nën tokë në Potam Himar. Leje numër 53 datë 2 prill 2024 për godim banimi dhe shërbimesh me 7 deri në 9 kate mbi tokë dhe 1 kat parkim nën tokë në rrugën Pavarësia Durrës, që thuhet se është pallati i Mirela Kumbaros. Leje numër 15 datë 9 korrik 2024 për godim banimi dhe shërbimesh me 22 kate mbi tokë dhe 4 kate nën tokë në rrugën Teodor Keko Unaza Ere Tiranë. Leje numër 13 datë 25 shtator 2024 për resort me hotel, vila dhe shërbime në Imar. Leje numër 37 datë 25 shtator 2024 për godin 30 kate mbi tokë dhe 4 kate nën tokë te Unaza Ere Tiranë.